17 shkurt 1971. Zemrat e mira spektatorëve që kanë mbushur plot e për plot stadiumin kombëtar Kemal Stafa sot rrahin me shqetësim e shpresë, sepse përfaqësuesja jon ndeshet me një nga skuadrat më të mira të botës në futboll, përfaqësuesen e Republikës Federale Gjermane. Shpirtin e lartë luftarak, vendosmërinë përfitore, temperamentin e zjarrt shqiptar i nje edhe kundërshtari, sidomos pas takimit që pati me ne në vitin 1967. Ja sepse trajneri gjerman Helmut Schön i pasigurt në rezultatin e ndeshjes, përgatiti me zell ekipin e tij, duke grumbulluar yjet e futbollit gjerman brenda dhe jashtë vendit. Që në minutët e para u duk se futbolistët tanë do të justifikojnë më së miri shpresat e mëdha që kishin mbështetur në ta, mira sportdashës që ndjekin me interesim ndeshjen brenda dhe jashtë stadiumit. Loja e tyre, ashtu siç pritej, është luftarake, plot dinamizëm e krijimtari. Ekipi gjerman mbrohet me energji dhe kujdes, her pas here ai kundërpërgjigjet. Sulmet e një pasnjësshme të skuadrës son e mbajnë në tension të vazhdueshëm portierin gjerman Maier. Ndonë se bëjnë inkursion pas inkursioni, sulmuesit tanë për shkak të hezitimit, nxitimit e pasaktësisë në gjuajtje nuk arrin të shënojnë. Në të rrallë edhe gjermanët ndërmarrin ndonjë sulm. Por ata që japin pulsin lojës janë gjithë një lojtarë tanë që luftojnë plot energji. Para sulmeve tyre të furishme, Beckenbauerit, Schnellingerit, Hoveratit, yjeve të kalibrit botror, u duhet me të vërtetë të djersin. Në minutën e 37, ndodhi ajo që nuk pritej. Arbitri jep një faull kundër skuadrës son. Në ekzekutimin e Encit, Mülleri i pambuluar shënon gol në portën tonë. Me rezultatin 1-0, u mbyll pjesa e parë. Loja e dytë fillon me karakteristikët e sparës, e gjallë, burrore, por korrekte. Dëshira për të barazuar rezultatin sa më shpejt i bën lojtarët tanë të luftojnë më me ngulm. Ata derdhen me rrëmbim drejt portës kundërshtare dhe ushtrojnë presion të madh. Tanët kryejnë shumë raste shënimi, por nuk arrin të tumbin rrjetën. Ndeshja me Republikën Federale Gjermane, ndonë se mund të mbyllej të paktën me barazim, përfundoi 1-0 për gjermanët. Por ajo tregoi se 11 qynë ka forcat mate të qoftë edhe me ekipet më të mira të botës.